A e shihni këtë shkreps, sa është e vogël. Vërtet është e vogël, mirë po dëmi i saj mund të jetë shumë i madh. Kjo mund të ja vë flakën e shtëpive edhe lagjeve, ndoshta edhe qyteteve kështu me radhë. Andaj kështu është puna e fjalëve. Një fjalë shumë e vogël mund të thyej shumë zemra, mund të ndajë shumë njerëz, mund të ketë domin shumë të madh. Andaj çdo njeri prej neve duhet të ketë shumë kujdes se çka flet, sepse mund edhe të dëmtoj të tjerët, edhe ti shkatërroj, edhe ti ndaj, edhe ti përçaj, edhe ti prishi, edhe të bëj shumë dëm, më shumë se ai që mund ta paramendoj. Andaj edhe para tjerëve të kemi kujdes, pra edhe para Zotit, pra mos të jemi ata cilët bëjmë gjëra të tilla, sepse një ditë do të japim llogari.